Tani, rezultati është reflektimi i antarësisë, rrjedhimisht është edhe pasqyrim për mua. Pra do duhet sillen komfort jo vetëm rezultati, se s'ka rëndësi rezultati, se po donim do ta bënim dhe 90%, por ka qenë i lirë, demokratik, pa angazhim të kryetarit të partisë për të mbledhur ose jo mbështetje. Por rezultati është vlerë reale, pse kështu kemi vendosur ta shohim siç është, dhe në këtë vlerë reale besoj se duhet të jemi të përgjithshëm përballë vullnetit të antarësisë, siç duhet të jemi gjithë përgjithshëm përballë vendimit të shumicës. Demokracia ka dy shtylla bazike. E para është mendimin e lirë, e dyta është vendimin e shumicës. Pa të dyjat nuk ka demokraci. Prandaj po, natyrisht se duhet të reflektojmë gjithë. Besoj që reflektimi nuk kupton ta dëgjojmë më tepër popullin e Kosovës, problemet LDK nuk i ka këtu brenda sallës sonë, e pat. I kaluam shtator, debatuam, folëm, hapur, patëm mendime të kundërta, në fund votuam dhe në mënyrë të tërësishme aprovuam 2 deklarata politike. Kjo është LDK, pra problemi nuk e kemi brenda. Ne tani duhet të angazhohemi se si këtë parti e projektojmë jashtë kësaj salle dhe antarësisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Prandaj po, do të reflektojmë të gjithë, përfshi dhe sidomos dhe mua. Fundja mund të jem një politikan i ri, mësoj, edhe unë, të pagavushëm si jemi. Edhe nuk pretendoj që kam qenë i tillë, pretendoj që kam provuar të shtroj një rrugë me një vizion që besoj është i drejtë, me një parti që ka vlera të jashtëzakonshme, ekip të jashtëzakonshëm, njerëz të mirë, shoqëni, kjo është produkti i një partie vërtet të matur. Edhe kjo parti e matur është vlerë kombëtare, jo vetëm vlerë partijake për ne që jemi këtu. Prandaj duhet t'i afrojmë të gjithë. Dhe kjo thirrje është e imja. E janë të gjithë, kemi nevojë për ju, jo vetëm për ju që jeni në sallë, keni mendime të kundërta. E janë sidomos ju të tjerë që nuk jeni në këtë sallë. Ata që e kanë lëshuar LDK-n dikur, që kanë ndarë vlera me këtë LDK-n. Nuk na mjafton neve vetëm kjo sallë këtu, që bashkërisht ka sjellur 126.000 vota. Janë dhe paq vota që si kemi këtë sallë fare hiç, cilat duhet t'i mbërrijmë me ndryshim të plotë të çësjes së secilit prej nesh. Pra po, do ndryshojmë dhe brenda dhe do të reflektojmë dhe jashtë. E para, secili antar i LDK-s është i domosdoshëm për LDK-n. Nuk po flasim për përjashtime, nuk po flasim për largime. Mund të kemi mendime ndryshme, por kemi një qëllim të madh dhe kemi një shtëpi politike. Për informatën tuaj, nga ky moment derisa të bëjmë kryesinë e re, asnjë antar nuk ka pozicione të kryesisë, prandaj do të rrihet janë pa kuptimta. Pra unë do të propozoj, kam marrë autorizime që në konsultim me kolegët të propozojmë kryesinë e re politike statutare të Lidhjes Demokratike të Kosovës, prandaj janë të mirëseardhur, nëse veç kanë vendosur të mos mbajnë angazhim të rolit parë, ne do të provojmë t'i bindim me plot zemër, me plot kërkesë, por nëse vërtet s'dojnë, e tëra që na mbetet është t'i falenderojmë për angazhim dhe të ruajmë si asete, sepse kemi çfarë provojmë. Por na duhet një gjë ta kuptojmë se më individualizmat brenda një shtëpie politike nuk shkojnë, ose do të rreshtohemi si një, ose do të bijmë të gjithë bashkërisht. Sa i përket çështjes së marrëveshjes politike, nuk ka çështje të zbutjes ose jo. Sikurse marrëveshja ndërkombëtare, ashtu dhe çështja e presidentit kërkon 2/3 e votave të Kuvendit të Republikës Kosovës. LDK është parti parlamentare, prandaj po është e hapur të diskutojë mbi çështjet në vijim. Për marrëveshjen ndërkombëtare, sepse po bën temë, asnjëherë LDK nuk ka votuar kundër ose ka abstenuar. Por ne natyrisht kemi konsideruar marrëveshjen ndërkombëtare si interes nacional të Kosovës dhe kemi mbështetur ato. Por çështja e presidentit duhet të ulemi dhe po do të ulem me secilin lider politik të Republikës Kosovës për bërë diskutime mbi një pozicion kushtetues që për nga karakteri është i unitetit kombëtar të Republikës Kosovës, dhe më besoni do të qenë edhe një LDK pak më aktive, më ndryshe, më reflektuese në pozicionet e veta në përgjithësi, sepse ky është tani procesi i arshëm që na obligon antarësia e LDK-s. LDK-ja nuk heziton të implementojnë plotni vendimet e gjykatës kushtetuese. I ka implementuar kur ka qenë në pyetje pozicioni politik i veti, kryeministrave, kryetarëve të kuvendeve dhe presidentit, e lere më për pozicionit parëndësishme si kryetari 5 i Kuvendit të Republikës Kosovës. Prandaj do të respektojmë vendimin e gjykatës kushtetuese, siç e ka thënë pas një zëtimi, lutem mos të bëjmë as dilema s'duhet të jetë që vendimi i gjykatës kushtetuese të jetë opsional për neve. Atëherë s'ka më shtet, s'ka më demokraci. Uroj që LDK-ja të gjejë së pari rrugën e qartë për vete, pra ta kuptojmë cila është rruga e qartë. Unë të hanën do të mbledh grupin parlamentar për një mëngjes pune, me cilën do të diskutoj gjitha çështjet, por vendimet në LDK mirën nga kryesia e LDK-s, dhe më pas deputetët detyrohen të implementojnë, mund dhe mos të implementojnë vendimet politike partijake, por
Uroj që të kemi fillimisht një gjuhë të përbashkët, po LDK flet në emër të 15 deputetëve, këta deputet janë të LDK-s, janë njerëzit tonë, janë njerëz të respektueshëm, nuk ka ndarje, nuk ka përçarje, të mos nxisim çështje të tilla. Mund të kemi mendime të ndryshme, mund mos na doj zemra një rrugë se si shkon, mund mos na pëlqej bindja për një orientim caktuar, e themi këtu brenda shtëpisë, i trajtojmë gjërat kështu, marrëm mendim shumicë dhe më pas i ekzekutojmë jashtë. Hapësira tjera destruktive besoni si bëjnë hajër as një njeriu që ka përvojë as më pak LDK-s, besoj maturim politike gjithë deputetëve të LDK-s. Njëra prej deklaratave që kuvendi aprovoi sot është që vendimet e kryesisë respektohen plotni nga grupi parlamentar. Pra kur kuvendi i LDK-s me 300 anëtar thotë do ta respektoni vendimin e kryesisë së LDK-s, më besoni se unë pres që për njerëzve të maturuar politikisht LDK një vendim i tillë të respektohet. Dhe kjo do të jetë një shembull se si LDK-ja sot do duhet sillet tash tutje. Më vendimet kolektive të LDK-s që bën shumicë nuk janë të diskutueshme individualisht. Nuk mund dalim të arrënojmë shtëpinë tonë jashtë e mos angazhohemi për një qëllim të bashkët, por le të jemi të reflektues gjithë, pra të dëgjojmë gjithë, ta dëgjojmë grupin parlamentar, ta dëgjojmë kryesinë e LDK-s, ta dëgjojmë antarësinë tonë se çfarë don për procesin e caktuar dhe më pas marrim një vendim politik, por t'jeni sigurt LDK ka 15 deputet nga tash e tutje. Kuvendi i LDK-s më ka dhënë 100 ditë kohë të bëj platformën e reorganizative të LDK-s. Brenda 100 ditëve do të më duhet të riorganizoj gjithë strukturën tonë politike në çdo degë në degë të LDK-s gjithandej Kosovës. Kjo nuk kupton një parim shumë bazik, cilën e dakorduam gjithë këtu. Dhe kërkoj ndjes që nuk ishit këtu në sallë për t'i parë gjitha çështjet, por njëra ndër parimet që diskutuam ishte që asnjë zyrtar politik mos ketë më shumë se një funksion brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kjo është ndryshim shumë substancial. Pra një antar i LDK-s duhet të ketë një funksion, një antar të ketë 5-6 funksione dhe më pas se din çka është ai, është nën kryetara, antar i kryesisë, kryetar deka apo çka. Pra na duhet një ristrukturim gjithandej Kosovës, po do të ketë përgjegjësi statutare nga sekretariati i ri i LDK-s. Mbi gjitha parregullësitë e votimit dhe prekjes së votës demokratike, jo vetëm brenda kandidatëve tonë, por dhe lijimit të shpërdorimit të votës demokratike gjithandej, por disa çështje do ndahen prej meje sekretari i partisë. Do të ketë një sekretariat të veçantë i cili merret me çështje organizative, sepse si takon kryetarit marr masa disiplinore. Fundja partia ka rregulla. Njëra prej rregullave është që të kujdesarosh për votën e lirë demokratike në Republikën e Kosovës. Kandidatura nuk veç pallen në president, kandidaturat bëhen me 30 nënshkrime, besoj e dini këtë gjë. Ne ende s'kemi parë dikush që ka marrë 30 nënshkrime. Besoj që diskutimi politik brenda partijak jep një përgjigje në çështjen që ju po ngritni. Por një kandidat, për 100 kandidat duhet të ketë 30 nënshkrime nëse nuk gaboj në Kuvendin e Kosovës. Nuk supozohen, po ato paraqiten. Më lejoni t'ju them edhe një herë që do të ulemi të analizojmë strukturën e re, askush s'është përjashtuar, po më dëgjoni që piftoj gjithë marrin pozicione, role brenda LDK-s, pra nuk ka politikë përjashtuese, mos u fiksoni mbi gjëra të tilla. Nuk e kemi ndërmend tu tashti me një rezultat të shpallim luftë të brendshme se si kemi rendet për luftë të brendshme. Kjo është uniteti politik i LDK-s, unë kam nevojë për njerëz, kam nevojë edhe për të tjerët që kanë shërbyer në LDK, që kanë përvojë të jashtëzakonshme, të mos i kemi përballë, po të kemi në ndihmës ndaj LDK-s. Ku me pas atë fat që njerëzit me përvojë institucionale të na tregojnë, të na mësojnë, të na ndihmojnë se si tezet përpara. Por kjo do të jetë përkushtimi të gjithëve dhe në këtë drejtim unë më jepni kohë sepse ende se kam konsultuar, do të kemi takime, nuk varet gjithçka prej pozicionit tim, por le ta strukturojmë një herë LDK-n mirë e më pas të ndajmë emrat sipas nevojave. Pra mos vjen emri për dëm pozita. Po të vjen pozicioni i domosdoshëm më pas sot për një emri të zakonshëm. Natyrisht, i ftoj gjithë që të kontribuojnë në këtë drejtim dhe për këtë gjë besoj se do ta bëjnë një gjë të tillë. Nëse nuk e bëjnë një gjë të tillë, unë du t'i falenderoj për angazhimin e madh që kanë bërë brenda LDK-s gjatë gjithë kësaj kohe. Nëse dikush nuk e respekton vendimin e shumicës, nëse dikush nuk e don LDK, nëse dikush është helm me vrejë ndaj LDK-s, në asnjë parti tjetër, udhës është ndoshta me thonë atë diçka, nuk besojnë këtë parti politike dhe s'jam me këtë parti politike. Ajo që ka fola, unë fola për nivelin organizativ të LDK-s, por nuk mundet një kryetar në ndegje diku, i cili është i thirrur të bëjë organizimin politik të LDK-s, të jap helm me vrerë për LDK-n dhe më pas kërkoj vota për LDK-n. Nuk mundet kemë parim të tillë politik. Pra, duhet jemi të organizuar, të rrjedhshëm, të respektojmë shumicën si çdo parti politike. Po demokracisë, po jo vetëm
një anë demokracisë, vetëm fjalës lirë. Po demokracisë dhe respektimi i shumicës. Dhe kush se respekton shumicën dhe mendimin e shumicës, pa problem, por nuk kemi në qasje përjashtuese, pra duhet t'i aftësojmë, t'i edukojmë dhe të sillemi mbar me secilin njeri që ka një hall, dhe dikush që ka një problem, duhet ta dëgjojmë. Ku është pikpamja e tij ose saj. Prandaj besoj që e keni qartë që LDK është temë e tabelë qitjeje sa që ka një ngjarje, kryesisht edhe nga ata që thirrën që janë LDK. Po nëse janë LDK, i ardh ndihmë për shtëpinë tënde politike. Ja kontribo këtu brenda shtëpisë tonë politike. S'mund të kontribosh jashtë shtëpisë duke përligur gjithë kontributin e gjithë vullnetin e antarësisë së LDK-s. Por janë çështje minore për që duhet të rregullojmë, për që ndodhin vetëm LDK-s. Nuk e ndodhin asnjë parti tjetër. Tani edhe një herë përfund, kjo vëmendje juaj është vërtet me fat. Nuk jemi privilegjuar, jemi me shumë me fat. Do të thoja që çdo kuvend, çdo parti politike të përcjellë kështu, por jam i bindur që kuvendet e tjera vinë e shkojnë pa u ditur fare se janë mbajtur. Do të kisha dashur të kishim rezultatet e tyre, e ndoshta ata kuvendet tona, po ne kemi kuvendet më të mira, le të punojmë për rezultate më të mira. Faleminderit gjithë dhe punë të mirë.